Një tjetër aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur sot në rrugët e Lushnjës. Këtë herë në aksin rrugor pushimi i shoferit divjak. Një automjet Benz i drejtuar nga shtetësi MG 18 vjeç banues në Babunj ka përplasur një kalimtar në zonë, i cili po kalonte rrugën automobilistike për të shkuar në banesë. Në këtë moment është përplasur dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme, 91 vjeçari Ruhi Kurteshi, banues në Këmishtaj. Policia ka ndaluar drejtuesin e mjetit dhe po kryen veprimet hetimore. Kujtojmë se aksi rrugor pushimi i shoferit divjak është tepër i rrezikshëm, pasi kalon përmes fshatrave. Kjo kombinuar me fluksin e lëvizjeve të sezonit veror rrit rrezikun për aksidente në rrugë. Pavarësisht masave të marra dhe përmirësimit të sinjalistikës, duhet që edhe banorët të ndërgjegjësohen për rrezikun, e po kështu edhe drejtuesit e mjeteve që të respektojnë kodin rrugor dhe të lëvizin me shpejtësinë e përcaktuar për të shmangur fatalitetet.